Ka vijuar edhe pas ditën e djeshme protesta e qytetarëve në Korçë, duke shënuar ditën e saj të 10. Ndryshe nga ditët e para, numri pjesëmarrësve ka ardhur në rënje. Megjithatë, protesta nuk është ndërprer. Qytetarët u mblodhën në pedonalen e qytetit, ku ngritën një sër problematikash, që sipas tyre vijojnë t'i shqetësojnë. Protestuesit shprehën qëndrimet e tyre për çështje të ndryshme sociale dhe ekonomike, duke kërkuar më shumë vëmendje dhe zgjidhje nga institucionet përgjegjëse. Pse ishte mbyllur shkolla e Drenovës, e Boboshticës dhe e Polenës? Sepse kujdesi shtetëror për shkollat tona është zero. Nuk është ajo që ka rritur pagat mësuesve, as pak s'është ajo. Por është kujdesi për nxënësit, është kujdesi për mësimin, është kujdesi për programin mësimor, është për tikset shkollore që janë bosh nga shpirti. Pavarësisht numrit më të ulët të pjesëmarrësve, organizatorët dhe mbështetësit e protestës thanë se do të vijojnë tubimet edhe në ditët në vijim. Një pjesë e protestuesve u shprehën se të shtunën do të udhëtojnë drejt Tiranës për t'u bashkuar protestës që pritet të zhvillohet në kryeqytet.